paragjykoj, sepse sa po e thash, do të mvaret edhe nga prezenca e kolegëve të tjerë, kryetarëve të partive vetëvendosje LDK OK, dhe mvaret edhe nga diskutimet, por qëndrimet e BDK-s që nga fillimi edhe sot edhe në tardhmen do të jenë ato të shfaqura e të shprehura sa herë që ne dëshirojmë të shkojmë përpara drejt zgjidhjes, drejt zhbllokimit, drejt konstruimit të kuvendit e hapjes afateve kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së re, e që do të thotë përmes ndërrimit një kandidati apo ofrimit një kandidati nga lëvizja vetëvendosje që vërtet mundet me marrë shumicën dhe e dini të gjithë besoj që kanë të tillë. Optimizmi apo pesimizmi nuk janë atribute të cilat na ofrojnë zgjidhje. Ne po shkojmë me gatishmëri, po shkojmë me vullnet dhe po shkojmë me bindje që vendit i duhen institucionet. Jo e patë këtu ditë, ne humbëm përsëri shansën që të jemi antar të Këshillit të Evropës për shkak të kësaj bllokade. Sepse sikur të kishim kuvend, sikur të kishim qeveri deri tash, është dashur që të kemi dyjat, ka mundur të jetë një realitet ndryshe.